Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar se dalin në shitje biletat për Ukrainë-Shqipëri. Ky takim miqësor do të luhet më 31 mars, pikërisht në Valencia. Federata Shqiptare e Futbollit njofton se kanë dalë në shitje biletat për ndeshjen miqësore mes Ukrainës dhe Shqipërisë, që do të zhvillohet më 31 mars, në orën 20:45 në stadiumin Estadi Ciutat de Valencia, në Valencia. Çdo tifoz mund të blejë deri në 4 bileta për këtë takim. Emri dhe mbiemri i vendosur gjatë procesit të blerjes duhet të përputhen me dokumentin e identifikimit. Në rast se gjatë kontrollit të sigurisë konstatohet mos përputhje e të dhënave, hyrja në stadium mund të refuzohet. Biletat nuk mund të ndërrohen dhe nuk rimbursohen. Nuk ka kufizime mose për tifozët dhe çdo person që ndjek ndeshjen duhet të pajiset me bilet, përfshirë edhe fëmijët. Çmimi i biletës është i njëjtë për të gjitha grupmoshat. Portat e stadiumit do të hapen 2 orë para fillimit të ndeshjes. Tifozët këshillohen të kontrollojnë numrin e rreshtit dhe tribunën në bilet për të orientuar më lehtë hyrjen në stadium.